Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju qelbet goja erë, ja si të shpëtoni nga ky problem për gjithmonë në vetëm 5 minuta. Një nga problemet më të sikletshme është aroma as pak e mirë e gojës. Kjo lidhet drejt për drejt me shëndetin ton të dobët, higjienën orale apo edhe shëndetin e dhëmbëve. Por mos u shqetësoni, nëse e keni provuar me ilaçe të ndryshme për të larguar erën e keqe dhe nuk ja keni dalë, ne do t'ju prezantojmë me këtë recetë fantastike të mjekësisë popullore e cila juve do t'ju vinë në ndihmë për të zgjidhur një herë mirë këtë problem. Atëherë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë ujë i nxehtë, një gjysmë lugë çaj kanellë dhe një lugë çaj mjaltë ose sodë buke dhe 2 limon. Hidheni kanellën dhe mjaltin në një shishe të pastër. Shtoni më pas lëngun e limonit, një gotë me ujë të nxehtë dhe më pas mbylleni shishen me kapak. Tundeni mirë derisa të bëhet një përzierje homogjene. Përsëriteni këtë solucion një herë ose 2 herë në ditë në mënyrë që goja juaj të mbajë aromë të këndshme gjatë gjithë ditës. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni, keni një takim dhe ndiheni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj, po mos u shqetësoni më, pasi ky problem tashmë do të marrë fund. Ne këtu do t'ju sjellim disa mënyra se si të përdorni sodën e bukës për të larguar aromën e keqe nga goja juaj. Soda e bukës neutralizon acidin e keq në gojë, duke larguar kështu edhe aromën e keqe. Ajo vret baktere dhe nuk dëmton as pak mishrat e dhëmbëve. Ja mënyrat se si ju mund ta përdorni sodën e bukës për largimin e erës së keqe nga goja. Përzieni sodë buke me pak ujë. E fusni në gojë dhe bëni gargar për 30 sekonda. Këtë procedurë mundet që ta përsërisni çdo ditë nga sa herë ju të dëshironi. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzieni bashkë pastën dhe sodën e bukës. Merrni një furçë dhëmbësh dhe lani gojën dhe dhëmbët. Në këtë mënyrë, era juaj e keqe nga goja do të largohet sa hapë mbyll syt. Sodë buke me krip, edhe kjo është një metodë shumë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne këtu do t'ju sugjerojmë që të merrni pak sodë me krip, një gotë me ujë të vakët dhe t'i përzieni ato së bashku. Futeni në gojë dhe bëni gargar sa herë që ju ta ndjeni nevojën dhe goja juaj do të jetë e freskët. Sodë buke dhe gjithashtu uthull molle. Ne ju sugjerojmë që të merrni pak sodë buke, pak uthull dhe t'i përzieni bashkë ato në një enë ose në një filxhan dhe më pas futeni në gojë. E përsërisni disa herë derisa nevoja juaj të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt, edhe kjo është një metodë tepër efektive, ndaj ne ju këshillojmë që të merrni një gotë, të hidhni aty mjaltin dhe sodën dhe t'i përzieni bashkë, bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe të jetë larguar. Mos e tejkaloni masën e sodës në çdo përbërje, shtoni vetëm nga një lugë sodë buke dhe më pas do të jeni në rregull. Këto janë mënyrat natyrale se si ju të shpëtoni nga era e keqe e gojës. Frymëmarrja e pakëndshme, sidomos në mëngjes, është një shqetësim i shumë njerëzve. Përgjegjës për këtë problematik janë në zakonet tona të përditshme, siç mund të jenë për shembull goja e thatë, konsumimi i ushqimeve të caktuara apo disa probleme shëndetësore, kundërto mund të përmendim refluksin e acidit. Por ja si t'i jepni fund këtij shqetësimi. Mos përdorni gargar pas çdo furçe. Larja e gojës, përveç se jep një frymëmarrje të freskët, gjithashtu mundet edhe ta thajë gojën tuaj.
Shumica e larzëve të gojës përmbajnë alkool dhe kjo ndikon në prodhimin natyror të pështymës tuaj. Për shkak se trupi zakonisht prodhon më pak pështym gjatë natës, qelizat e vdekura të cilat grumbullohen në gjuhë dhe në mishrat e dhëmbëve nuk largohen dhe përpasoj ju vuani nga era e keqe e gojës. Mos flini asnjëherë me gojën hapur. Frymëmarrja përmes gojës gjatë gjumit shkakton njëkohësisht thatësi dhe përpasoj kështu shtohen edhe bakteret. Në fakt, frymëmarrja nga goja prish edhe dhëmbët dhe shkakton gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve përveç erës kronike. Kjo ndodh sepse ky zakon ndikon në ekuilibrin hormonal të pH-it dhe gjithashtu ndryshon llojet e baktereve në mjedisin oral. Shpëlani gojën tuaj me ndonjë vaj. Kjo metodë e freskimit të frymëmarrjes e ka origjinën në Indi dhe është provuar se zbardh dhëmbët dhe përmirëson shëndetin e tyre të dhëmbëve. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një lugë me vaj dhe ta rrotulloni atë rreth gojës për plot 15 deri në 20 minuta. Bakteret të cilat e shkaktojnë erën e gojës do të ngjiten në vaj dhe njëkohësisht do të treten në të. Mundet që të përdorni çdo vaj, por shumë njerëz preferojnë vajin e kokosit ose ullirit për shkak të shijes së tij të këndshme. Bëj kujdes me kafen. Megjithëse shumë njerëz nuk e nisin dot ditën pa një filxhan kafe, kjo pije kaq e dashur mundet që të jetë një fajtor për frymëmarrjen tonë në orët e para të mëngjesit. Kafja gjithashtu ka një efekt tharjeje, gjë që e bën trupin ton që të prodhojë më pak pështym. Shumë njerëz gjithashtu shtojnë qumësht ose krem në kafen e tyre dhe produktet e qumshtit shpesh shkaktojnë erën e keqe të gojës. Mos harroni që të lani gjuhën. Ashtu si dhëmbët, edhe gjuha strehon baktere nga më të ndryshmet të cilat shkaktojnë erën e keqe të gojës. Sigurisht, sipas ekspertëve, nëse ju nuk e lani gjuhën, bakteret do të shumohen dhe njëkohësisht përpasoj ju do të vuani nga aroma e keqe e gojës. Vini re se si merrni frymë. Nga ana tjetër, ndoshta ju nuk e kuptoni që po merrni frymë me gojë përgjatë gjithë ditës, por ky zakon shkakton një frymëmarrje shumë të keqe. Sigurisht, edhe pse trupi zakonisht prodhon më shumë pështym gjatë ditës, frymëmarrja juaj me gojë do ta thajë mjedisin tuaj oral dhe përveç erës së keqe të gojës, ky zakon gjithashtu shkakton edhe sëmundje nga më të ndryshmet ku ne mund të përmendim skabrat e dhëmbëve dhe infeksionet e veshit. Sigurisht gjithmonë mbani mend që të përdorni receta natyrale për të larguar erën e keqe të gojës, si edhe të mbani dhëmbët tuaj më të shëndetshëm. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video, soda e bukës mbetet një nga përbërësit kryesor e cila do t'ju ndihmojë që përveç se të keni një aromë goje sa më të freskët, gjithashtu ajo do të ndihmojë edhe në zbardhjen e dhëmbëve tuaj, por sigurohuni që të mos e teproni me përdorimin e saj sepse mundet që të ketë efekte anësore. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.